përfitohet në të ardhmen, është pikërisht duke bërë një analizë shumë të mirë të asaj që kemi arritur deri tani, duke bërë krahasimin 2013-2023 në këtë 10 vjeçar dhe çfarë mundësie ka zgjerimi i ekonomisë për të shkuar në Shqipëria 2030. Këto kanë qenë parimet bazë, por ajo që kemi parasysh është që Shqipëria, ëndra e shqiptarëve është ta shikojnë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe kjo është një nga angazhimet që ka një shqiptar i zakonshëm në nivel shumë të lartë, sepse edhe vërtimet që bën jo barometri evropian, jo barometri ballkanik, shqiptarët janë populli që e dëshirojnë më shumë se gjithë të tjerët në rajon anëtarësimin në Bashkimin Evropian, që kështu për ne anëtarësimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm përgatitje, po është edhe mundësi zgjerimi, që është e para, shtyllë. E dyta shtyllë që është shumë e rëndësishme është që ne duam të kemi një ekonomi qëndrueshme, ekonomi e cila zgjerohet, krijon më shumë mundësi për mirëqenie, por nga ana tjetër është dhe një ekonomi e cila është e aftë të përballë këto, si ta themi, sulmet e kohës, sulmet pozitive të kohës. E para që jemi në revolucionin e 4, që është revolucioni i teknologjisë lartë, edhe në gjithë Europën ne po shikojmë se çfarë po ndodh me teknologjinë digjitale dhe me inteligjencën artificiale, dhe pastaj të jenë në një sulm të vazhdueshëm të faktorëve klimatik që nuk varen fare nga ty, ato ndodhin, dhe ti duhet bëhesh gati të përgjigjesh gjithmonë këtyre elementeve. Por të gjitha këto, domethënë ëndra europiane dhe një ekonomi e qëndrueshme duhet çojnë në një mirëqenie për gjithë shqiptarët, në një jetë më decente për gjithë ne, që kështu duhet menduar për paga më të larta, për mbështetje të grupeve që janë në nevojë dhe për një siguri më të madhe në territor, po dhe për gëzim që duhet japësh popullatës që lidhet me sportin, artin dhe kulturën. Po paga më të larta, po si? I rrit shteti pagat? Nuk i rrit do shteti? Shteti nuk i rrit do të pagat, po shteti i rrit ekonominë. Shteti mundson rritjen e ekonomisë.